Nga Kuksi dhe Amerika na vjen në oksigjen Fatmir Bardhoci, producent, regjisor, aktor dhe sportist në mundije. Shka po flasim sonte, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Për çfarë nuk do të flasim sonte? Gjithçka? Gjithçka çfarë ju shqiptar të nderuar kudo që jeni, nuk keni pas shansin me ngjuar në asnjë lloj emisioni tjetër, sepse ne do flasim shqip. Dhe do kallëzojmë gjithçka tjetër që askush tjetër nuk don ta ndëgjojë. Vetëm me oksigjen. Sepse, a di pse? Sepse kur kam oksigjen, vëlla, mushet shpirti. Edhe tash keni me ndëgju gjithçka që një producent nga Hollywoodi, kur ti mushet shpirti, çfarë flet? Ai flet për gjëra që janë tabu. Ai flet për vujtjet e komunizmit në Shqipëri. Ai flet për vujtjet që ka heq një producent për të bërë një film që askush s'e ka leju. Ai flet për korrupsion ndaj shteteve tona, ai flet për çështje kombëtare që gjithkush duhet të ndëgjojë dhe mezi të presë se çfarë rrugë duhet ndjekur dhe çfarë është gabim me shteteve tona që nuk lejohen producentët për të shfaqur atë çfarë ne kemi vlera kombëtare, për të folë për traditat, për kulturën shqiptare, për të folë për projektet filmike dhe kinematografike që ne kemi për Kosovën dhe duam t'i bëjmë realitet me produksione të huaja ndërkombëtare dhe të vim të investojmë në Kosovë dhe në Shqipëri. Ja 2 orë t'i shka emision, po që po, shtunën e keni. E shohim. Fatmir Bardhoci. Faleminderit.